Tani, unë i kam dëgjuar gjitha variantet, por me sinqeritet, unë nuk mund të them. Ndonë se ju i dini që skepticizmin tim dhe disa qëndrime ndaj disa elementve të skapit partisë. Nuk mund të them se është ndikim ndërkombëtar, apo është vendosmëri për zbatuar ligjin në kushte kur Lubia, Ervisi dhe Edi Rama tregonin gjithçka të mrapsht që po bënin me mesazhet e tyre. Dhe në këto raste, gjykatësi, prokurori, hetuesi, ose do humbiste çdo fytyrë dhe do i thoshte burgut hapu, sepse një ditë ato do hetohen prapë, ose do bënte këtë që bëri, zbatoj ligjin, dhe në mënyrën më të lehtë, lehtësira, me lehtësira, e zbatoj me lehtësira, e thash edhe një herë. Unë insistoj dhe do vi këtu para jush. T'ju faktoj se ata kanë vepruar si organizatë kriminale. Edi Rama, Lubi Balluku dhe kryesorët e drejtorisë rrugëve, do i shoh se çfarë funksione kanë, ata në dokumenta figurojnë organizatë kriminale. Dhe në qoftë se hetimi, në qoftë se gjykata do t'i kualifikonte, do të nderonte ligjin, do nderonte plotësisht ligjin, sepse në çdo rast tjetër, kur 5-6 vetë bëhen bashkautor në një vjedhje ose në një krim, quhen organizatë kriminale. Kurse këtu nuk u quajtën. Nuk u quajtën. Se po t'ishte klapos Edi Rama me Lubin si drejtues organizate kriminale dhe shiheti se si shkonte zhvillimi. Faleminderit.